Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salam ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatet dhe selamat Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allah të vazhdojmë me komentimin e ajeteve kuranore nga sura Alu Imran, ku sot ndalemi te ajeti numër 55 dhe do të vazhdojmë në vijim. Prej këtij ajetit kuranor fillon sqarimi i shkakut të divergjencave që i kanë muslimanët dhe krishterët. Dhe zanafilla e dallimit dhe boshti i dallimit mes muslimanëve dhe krishterëve. Se dhe muslimanët dhe krishterët besojnë se Isa a.s. është i dërguar i Allahut, dhe në këtë ajet kuranor Allahu azza wa jall përmend edhe momentin se prej kujt fillon dallimi dhe përçarja tek njerëzimi si pasojë dhe si rrjedhojë e faktit në imanin dhe besimin që do ta kenë njerëzit në raport me besimin e tyre me Isa a.s. Përmendëm se një pjesë e njerëzve hipokrit jahudi në mesin e Beni Israelve e paralajmëruan mbretin romak dhe nxitën kundrejt hakmarrjes ndaj Isës a.s. Dhe i thanë që pretendimet e Isës janë që t'ia merr perandorit romak, e që t'ia prish pushtetin dhe mirëqenien dhe mbretnin perandorit romak. Dhe ai dërgon ushtrinë e tij, e që Allahu azza wa jall i bën mesh në fytyrën pikërisht të atij munafikut që bëri spionimin e Isës a.s. dhe shpifi për Isën a.s. tek perandori romak, që pikërisht ai të duket në pamje sikur Isa a.s. e që Allahu për së gjallit e dënon këtë njeri prej kësaj dunjoje, që mbreti romak do t'i akmiret në formën dhe në mënyrën që akmor pikërisht atij njeriu, duke menduar se ai njeriu është Isa a.s. Dhe prej këtu të filloi e fitnia e kryqëzimit, sepse thuhet që perandori romak personin që mori pamjen e Isa a.s. e kryqëzoi dhe e la deri në vdekje, aty do thotë që të e shohin njerëzit, dhe ditë mas asaj ai mbeti dhe qëndroi në kryqë, sikurse përmendet tregimi tek i njohur tek krishterët. Thot Allahu azza wa jall: "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru." Thot Allahu azza wa jall, dhe kur Allahu i tha Isës alayhi salam: "O Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Unë ty, në përkthim tekstual, unë ty do të marr shpirtin, do të vdes, e pastaj do të ngris në qiell. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Unë ty do të vdes, pastaj do të ngris në qiell. Kurse besimi islam është se Isa a.s. është i gjallë, dhe në shikim të parë, ai që nuk ndalet në komentin e këtij ajetit kuranor mund të ketë edhe këtë shkuptim ndaj këtij ajetit kuranor, e që të bëhet fitne në këtë iman dhe besim që e kanë ehli suneti se Isa a.s. është gjallë dhe se Allahu e ka marrë në qiell Isën a.s. Andaj Ibn Abbasi radiallahu anhu thot komenti i këtij ajetit kuranor është se Allahu me urtësinë e vet ndonjëherë vdekjen e përmend para jetës. E këtu në atë konotacion ka takdimin dhe ta'khir, ka ndrim të vendeve dhe ka ndrimin e radhitës së ndodhive që ndodhin në kosmos. Sikurse
Allahu Azza wa Jalla thot tebaraka alladhi bi yadihi al-mulk alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Allahu është ai i cili ka kriju vdekjen dhe jetën. Realisht as para jetojmë, pastaj vdesim. E këtu ka takdim të akhir, si pas një komentit. Thot Ibn Abbasi, se në këtë konotacion, Allahu Azza wa Jalla s'parere ka përmend vdekjen, pastaj ngritjen e Isës në qiell, a që realisht se Allahu Azza wa Jalla është fakti dhe realiteti i besimit islam, është se Allahu e ka ngrit Isën a.s. në qiell, e pastaj të zbresë në tokë e në fund të jetës së tij ai do të vdes, do të jap shpirtin Allahut Azza wa Jalla, kurse realisht ajo është i gjallë në qiell. Një pjesë e dietarëve keni me has në komentet që edhe Ibn Kathiri kanë përmend se Isa a.s. Allahu Azza wa Jalla Isa a.s. s'parjer ja ka qu gjumi, ja ka qu Isa a.s. gjumin, dhe se në gjum Allahu e ka marrë Isën a.s. në qiell, duke qenë ai fjetur, e pastaj Allahu do të zbret në tokë para ditës së gjykimit, siç dihet në shenjat e Kiametit. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se me ra me flet theke Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dhe kur zgjeke theke Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ai theke këtë dua para se me flet Bismika Allahumma amutu wa ahya. Në emrin tënd o Zot, vdes dhe ngjallëm, ai bike me flet. Sepse gjumi është gjysmë e vdekjes. Andaj dietar thonë se kjo ajet kuranor është se Allahu Azza wa Jalla i ka thonë Isës a.s. O Isa, unë ty do të vëndoj në gjumë tash, edhe do të marr ty në qiell, e para ditës gjykimit do të zbres në tokë, që ti njerëzit ti thrasësh në atë që ke filluar me thirr, sipas shariatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thekë në emrin të Allahut vdes dhe ngjallëm, dhe në mëngjes thekë falëndrimi Allahut i takon, i cili ahyana ba'da ma amatana, i cili na ngjalli pasi që na ishim të vdekur. Ana kemi qenë në gjumë, s'kemi vdekur, s'kemi shku te vorët. Dhe ky është argument, ky dhe këto hadithet e ngjashme dhe gjithë komentatorët, shumica komentatorëve të Kur'anit thonë se Allahu Azza wa Jalla i ka thonë Isës a.s. para se me ndodhia, o pejgamberi im, unë ty do të vëndoj në gjumë, do të marrë në qiell, wa rafiuka ilayya, do të marrë në qiell tek unë. E që e kuptojmë emrin dhe cilësinë e Allahut Azza wa Jalla, se Ar-Rahman al-Arsh istawa, shumë qartë në këtë ajet kuranor, është më se e qartë se Allahu Azza wa Jalla wa rafiuka ilayya thot, dhe unë do të marr ty lart tek unë, që me kuptu se Allahu Azza wa Jalla qëndron mbi arsh, ashtu siç din ai te bareke ve taala, siç e verifikon në gjë të tillë edhe tek rasti e ndodhia e Isës alayhis salam, ku thotë dhe do të marr, do të ngris ty lart tek unë. Pastaj thot Allahu Azza wa Jalla wa mutahhiruka min alladhina kafaru, dhe do të truaj dhe do të pastroj, do të mbaj larg, të pastër prej atyve të cilët mohuan Allahun Azza wa Jalla dhe të rrethuan emanetin që të shpall ty o pejgamberi im, dhe do të truaj dhe të pastroj ty nga mosbesimi i jo besimtarve, nga mosbesimi atyve që mohuan besimin e pastër dhe të sinqert në Allahun te bareke ve taala. Wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru, dhe do të bëj ata të cilët pasuan rrugën tënde dhe të ngris në grada mbi ata të cilët kanë mohu besimin, në të cilën besim të i thirrshë ata. Dhe kështu mbeti tek krishterët fakti dhe realiteti që ata të ndonë në 4 grupe, siç i përmendi Ibn Kathiri në komentin e tij, në librin e tij, që një pjesë pasuesve të Isës a.s. mbeten në besimin se Isa a.s. është rob i dërguar i Allahut, i biri i Merjemës.
Sikurse mbetën njerëz të tillë deri tek koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që në mesin e tyre ishte Waraka ibn Nawfal, migja e Hatixhes radhiyallahu anha, që pa të mbetën besimin e pastër të Isës alayhis salam. Sa Allahu azza jalla merri Isën alayhis salam në qiell, edhe 500 e sa vite njerëzimi jeton pa pejgamber. Dikon nëse se ka bëj 530 diçka vite. 531 vit, nëse nuk e ka bëj. Njerëzimi jeton pa pejgamber. Ose 541. Se vitin, cëllën vit ka një Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? 571. Ajo është me llogaritje për ditës kur ka lind Isa alayhis salam. Isa alayhis salam në çfarë moshë Allahu e mori në qiell? Në moshën 30 vjeçare. Dhe kjo është mosha e gjithë xhenetlive. Do të jenë 30 vjeçar, gjithë xhenetlit. Në moshën 30 vjeçare. Thot 541 vit pasi që Isa alayhis salam shkoi në qiell, Allahu e mori në qiell, hala kishte njerëz që ishin në besimin e pastër të Isës alayhis salam, se Isa alayhis salam është rob i dërguar i Allahut, i biri i Meriemës. Kishte në përbot, hala njerëz që besonin ashtu. Kishte edhe në gradishën arabike, edhe në Mekë, sikurse përmendëm rastin e Waraka ibn Nawfal, por kishte edhe priftërin në Sham, në mesin e perandorisë romake, sikurse ai prifti që e njofti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se është i dërguar i Allahut, që thash pejgamberi i fundit që mi të prit me ardh. Kishte edhe në Medinë jehudi që e dinin se pejgamberi i fundit duhet të marrë me këto nishane, por vetëm pse nuk erdhi pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nga lloji i tyre dhe nga mesi i tyre, refuzuan, nuk e besuan. Sa ata e dinin e pritëshin pejgamberin e fundit, andaj dhe jehudit pa të ardhur, pa të stacionu një pjesë për tyre në Medinë, sepse në librat e tyre të vjetra thuheshte dhe dijeshte se pejgamberi i fundit ka me qenë prej atyre të cilëve ka me jetu në Medinë. Dhe erdhi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në Medinë dhe ajo ishte më së e qartë në librat e tyre dhe në dijenin e tyre, por e refuzuan një gjë të tillë. Kjo ishte një grupi i thtarëve të Isës alayhis salam që mbetën në besimin e pastër. Grupi i dytë i tha Isës alayhis salam, kjo është biri i Allahut. Devijum. I adhem billah. Grupi i tretë i tha Isës alayhis salam, kjo është vetë Allah, la ilaha illallah. Allahu na ruaj nga kjo fjalë rënqethën kur e tham. Zot na ruaj. Dhe grupi i tretë tham Isa thalithun thalatha. Grupi që shpiki Trinitetin. Isa alayhis salam është një prej treve dhe është i treti. Kjo është shumë kontradiktore mes vete, po ai beson një grupi njerëzimit kështu, e besojnë. Dhe sot e sot krishterët janë në këto 4 grupe të nda. Dhe kështu në 4 grupe vazhduan i thartë e Isës alayhis salam me jetu 300 vite me radhë. Derisa në vitin 300 pas lindjes së Isës alayhis salam vjen mbreti Konstantin, që e konfirmon një gjë të tillë dhe Ibn Kathiri në shekullin e 7. Vjen mbreti Konstantin, që janë 2 transmetime që thonë se një njeri i cili don me prish krishterizmin e që vjen me mision, disa të tjerë thonë jo, vjen mbreti Konstantin si një krishter i cili don me bë reforma dhe don me e gjallëru krishterizmin. Por si rjedhoje ignorancës së tij, ai fillon me bë shpikje dhe devijime shumë serioze brenda librave të krishterizmit. Saqë në vitin 300 për s'pari herë kanë fillu priftërinjt me dhënë fetva dhe me leju ngrënien e mishit të derit. 300 vite pas lindjes së Isës alayhis salam nuk është leju edhe tek
i thartë edhe tek krishterët ngrënia e mishit të derit. Në vitin 300, pas vitit 300 më mirë thonë, mbreti Konstantin e bën një reform që është romak, më falni që është grek, thot i cili lejon do thot ngrënien e mishit të derit. Dhe fillon ndryshimin dhe devijimet serioze të krishterizmit, saqë edhe agjerimi tyre ja shton edhe dhe tjera agjerim. Edhe shton edhe rritin e agjerimit tek krishterët. Dhe ndërton mbi 12.000 kisha me qëllim dhe me njetë që këtë ideologji ti me përhap sa më shumë në botën e asoj kohë që ndikimi i ti të shtohet tek krishterët, saqë edhe ai fraksioni i tij që ky është shpikis, bashkë me prifterit që i kishte nën sundimin e tij, që me automatizëm në këto 12.000 kisha që ai ndërtoi, të ndikon edhe me kushtetut, por edhe me prifterit që i kishte nën dorën e tij dhe nën udhëheqjen e tij. E që mbreti Konstantin njihet edhe si mbret, por edhe në një farë forme, edhe si prift i cili bëri ndryshimin dhe devime shumë serioze brenda librave të krishterëve deri në atë kohë që ishin të njohura në mesin e tyre. Saqë krishterët edhe një qytet shumë të rëndësishëm të asoj kohe e emërtojnë me emrin e tij, sikurse është emri i Konstantinopolis. Apo e emërtojnë me emrin Konstantinopolis, që sot është i njohur me emrin, deri frik ka qenë i njohur me emrin Islambol, e sot është i njohur me emrin Istanbul. Islambol do thotë se ka qenë islami me të madhe i dukshëm dhe dominant në atë vend, andaj kanë emërtuar me emrin Islambol. E me kalimin e kohës, me ardhen e laikëve në Turqi, e bëjnë devijimin e këtij emrit dhe emërtimit që këtë qytet të quajnë me emrin Istanbul, që deri në ditën e sotit është i njohur me atë emër. Por deri sot grekët nuk e pranojnë as emrin Islambol, as emrin Istanbul. Ata ala i thonë Konstantinopolis. Pikërisht si rrjedhoi e faktit që mbreti Konstantin, që ishte bartësi flamurit të thirrjes moderne krishtere, të modifikuar sipas terkut të tij, do thotë se ishte pikërisht nga lloji i tyre. Dhe ata me fanatizëm e mbrojnë një gjë tillë. Deri sot me shku në kufit Greqisë edhe me thonë se jam të shku Istanbul. Nuk thu se i të shku në Konstantinopolis, ai polici të ndalë të bën një kontroll ekstra, veç pse e thove këtë emër. Deri sot ashtu është. Ani se Greqia shtirit së është shtet evropian, por ala me fanatizëm e mbrojnë atë emër, edhe pse realitetet historike dhe njerëzimi nuk e din një pjesë sa e qytet e ka pas dikur emrin Konstantinopolis. Por nëse i thu se jam të shku në Istanbul, thot ai të ndalë edhe një gjysore, ta çel bagazhin, ta kontrollon edhe një 100 herë më shumë pasaportën, edhe këshir me gjetë në behone si e si, me të akmar pse thove, jam të shku në Istanbul, dush me thonën, jam të shku në Konstantinopolis. Dhe këtë kemi provu na edhe vetë, edhe me të vërtet ashtu është. Zot na ruaj nga kjo ignorancë dhe nga ky ekstremizëm nacional dhe krishter. Allahu na ruajtë na udhëzoft. Dhe gjitha këto fakte i përmendim në Kethiri në shekullin e 7. Rahimahullah. Dhe fillimin e devijimit pas vitit 300, sipas kalendarit të lindjes së Isës alayhis salam, sot jemi viti 2025. Sipas kalendarit që është prej ditës që ka lind Isa alayhis salam, që ka filluar ky kalendar të numërohet. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Wa ja'alu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah." Thot Allahu do t'i bëj nga dhënimtar ata të cilët besuan në ty o Isa, o pejgamberim, përballë atyve që të mohuan ti deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit. Ata të cilët kanë besuar në Allah, ata janë fitimtar. Përballë atyve që kanë mohuar besimin e pastërt në Allahun te bareke ve teala. Ata janë fitimtar në aspektin moral, në aspektin imanor,
në aspektin e mirëqenjes, në aspekt shpirtëror, fitimtarja. Dhe jeta e muslimanëve, dhe jeta e muslimane, dhe në përgjithësi, deri në ditën e gjykimit, është një jetë me mirëqenje morale dhe shpirtërore. Pa më parasysh sfidave, telasheve dhe peripetive që i ka ummeti her pas here gjatë historisë së njerëzimit. Ata e kanë një qetësi dhe një mirëqenje shpirtërore, pa marrë parasysh rrethonave fizike dhe shoqërore që ata jetojnë. Se ligji i Allahut është i tillë që imanit dhe besimtarët të jetojnë në mirëqenje deri në ditën e gjykimit dhe jetën të e kenë më mirë se ata që mohuan besimin në Allahun te bareke ve teala. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Thot Allahu azza wa jall. E pastaj që të gjithë ju do të ktheheni tek unë, thot Allahu azza wa jall, thumma ilayya marji'ukum. E pastaj në fund që të gjithë ju do të ktheheni tek unë, thot Allahu azza wa jall, fa ahkumu bainakum, dhe do të gjykoj në mesin e juaj, ose në mesin tuaj, do të gjykoj mes jush. Fima kuntum fihi takhtalifun, për çështjet në të cilët ju nuk dakordoheshit mes vete. Kishit polemika dhe përçarje mes vete, mendime dhe divergjenca të ndryshme. Allahu do të gjykon edhe mes Beni Israilve, edhe mes ehli kitabëve, për përçarje dhe divergjencat që i kishin mes vete në këtë dunjë. Se si me të vërtet duheshte të adhurojnë Allahun te bareke ve teala. Edhe në Bibël që kanë bon sa e sa ndërhyrje, deri më ditën e sotit ka citate ku thot atë se Isa alayhis salam ka thonën, unë jam rob dhe i dërguari i Allahut. E dikur më vonë do të gjesh citate që i kanë deviju, që janë krejt ndryshe prej asaj që thuhet në fillim. Zot na ruaj, e na udhëzon. E Allahu azza wa jall thot, e në ditën e gjykimit, Allahu do të gjykon mes atyve që kanë polemizuar mes vete. Do të gjykon mes imanlive dhe atyve që mohuan besimin e pastër në Allahun te bareke ve teala. Famma alladhina kafaru fa u'adhibuhum 'adhaban shadidan fi ad-dunya wal akhirah. E sa ju takon atyve të cilët mohuan besimin në Allahun azza wa jall, fa u'adhibuhum 'adhaban shadidan. Këto do t'i dënoj me një dënim të ashpërt e të vrasht. Fi dunja wal akhirah, në këtë dunjë dhe në ahiret. Ku ka ma azab dhe ma dënim të madh se sa njeriu mos tjetë i bindur në vetë faktin që numri 3 nuk ka 1 edhe numri 1 nuk është 3. E që thonë besimi jonë 1 është 3, 3 është 1. Që është, me thonën, e bardha është e zeza është e bardhë. Qështu është kjo? Para mendoj çfarë kontradikte psikologjike përjetojnë dhe çfarë siklete psikik përjetojnë njerëzit që thonë 1 është 3, 3 është 1. E Allahu azza wa jall thot do t'i dënoj njerëzit që kanë mohu besimin në Allahun te bareke ve teala në dunjë e në ahiret. Në dunjë e në ahiret do t'i dënoj ato njerëz fi dunja wal akhirah. Si që shtek veç këshirë në ratë, lëkin e imanlijës në besimin e ti, i që thot, ka zë imanit tonë, amen të billah me melekit e kutubi, si të dhe matë voglin pytet, i thot amen të billah. Ska hamendje, ska dyshime, dhe ska musliman që nuk i din këta regulore. Dhe ndale, edhe një krishter ma të dishëm, ka probleme në definimin e mirëfilt, se si ka mundësi, dikush një kosisht jetë edhe rob, edhe pejgamber, edhe biri i Zotit, edhe Zot. Kjo është, me të vërtet, shumë një temë e rëndë për vetë për ata që me zvete e kam problem më sëqaru, e Zotin e lusim që Allah t'i udhëzon në besimin e vërtet, në cilën i ka thirë vetë Isa, a.s. sa Allahu azza wa jall është njëri vetmi i cili meriton të adhurohet.
Pastaj thot Allahu azza wa jall, "Wa ma lahum min nasirin." Thot Allahu, dhe s'ka kush i ndihmon këtyre njerëzve në ditën e gjykimit. S'ka kush i del përballë e kush i ndihmon para Allahut te bareke ve taala nëse ata ndrojnë njëjtë në këtë gjendje, duke mohu besimin e pastër në Allahun te bareke ve taala, dënimi i tyre është i paikshëm, i padiskutueshëm, dhe s'ka kush i ndihmon atyre, s'ka kush i përkrah ata në ditën e gjykimit. Wa ma alladhina amanu wa amilu s-salihati fayuwaffihim ujurahum. Thot Allahu subhanahu wa taala, sa i takon atyre të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, wa amilu s-salihat, kanë besuar dhe kanë besimi i tyre ka reflektuar në produkt, i cili produkt e ka emrin amal salih, vepra të mira. Nuk ka mundësi me pas imam deklarativ pa produkt, pa vepër. Nuk ka mundësi, me thonë kështu, me pas fabrik pa prodhim. Fabrika kur punoj maqina duhet me prodhu diçka. Se nëse maqina punon ban zhurmë edhe s'ka produkt, nuk ka point nga ajo fabrikë. A i themi fabrik apo i themi asaj kote kot muhabet. Kote kot puna, po. Edhe imani, besimi, amenu, kur ki thonë unë e kam besu në Allah, duhet me pas produkt që i ka emrin amel salih. Çka do me thonë amel salih? Punë e mirë e cila është sipas Kuranit dhe Sunetit. Jo punë që është sipas epshit tënd, se dhe ajo është amel sejjih, është amel i keq, amel që është e ka emrin bidat, here ka kufër, here ka dalalet, here ka devijim, here ka gjuna, kështu me radhë. Jo, për me qenë në amel salih, du të me qenë sipas asaj puna, sipas asaj që Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na kanë mësuar. Çdo imam besim ka produkt, ka vepër. Andaj gjithnjë përkujtojmë se nuk ka mundësi dikush me thonë e kam imanin e mirë, e kam zemrën e mirë, edhe jam më i mirë se ata që falen. Unë nuk falen veç, ama më i mirë se ata që falen. S'ka mundësi, kjo është e pamundshme. S'ka mundësi. Me pas dikush zemrën e mirë e mos mu fal. Zemra e mirë është zemër produktive, cila jep produkt, jep frut, e nxit ka e mira, ka e mbara, e nxit ka ajo që ballin e tij me vëndu në sejdë, me u përkul Rabbul Alaminit. Zemra e mirë e kërkon sejdën. Zemra e mirë e kërkon agjërimin. Zemra e mirë e kërkon bëmirësinë. Zemra e mirë e kërkon zeqatin. Zemra e mirë e kërkon leximin e Kuranit, largimin prej harameve. Zemra e mirë e kërkon bulesën. Zemra e mirë e kërkon ruajtjen e moralit, nderit. Se zemra e mirë është zemra e cila e gjallëron trupin e njeriut, mendjen e tij konform asaj që është amel salih, punë e mirë, punë me cilën Allahu është i kënaqur me ne. Thot Allahu azza wa jall, wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk i don zullumçarët. Allahu nuk i don ata të cilët janë ndrojnë gjësendeve vendet. Allahu nuk i don këto njerëz. Allahu nuk i don ata të cilët Allahu i thret në iman, ata shkojnë në kufër. Allahu i thret në namaz, ata shkojnë në tërkin namaz. Allahu i thret në bamirësi, ata shkojnë në keqbërje. Nuk i don Allahu zullumçarët. Dhalike natluhu alejke min al-ayati wa dhikril hakim. Në fund thot Allahu azza wa jall o pejgamberi, thot Ibn Kathir në këtë ajet kuranor, Allahu te bareke ve teala i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto o pejgamberi mo Muhammed, që na ty t'i lexojmë, janë këto mrekulli, janë shenja, janë argumente, që na ty t'i lexojmë wa dhikril hakim, që na ty t'i lexojmë e t'i mësojmë që janë edhe pjesë nga dhikril hakim, është për qëllim nga Kurani i shenjtë, nga fjalët e Allahut te bareke ve taala. Pra gjitha këto pejgamberim që na t'i mësojmë janë nga dija e Allahut azza wa jall, që janë fjalë të Zotit të shenjta të cilat mbetin deri në ditën e gjykimit. Këto janë dykon 4 ajete kuranore që sot me lenin Allahut munduam të i shpjegojmë
së bashku duke lutur Allahun që Allahu të na jep ymër e shëndet e që të vazhdojmë në shpjegimin e këtyre ajeteve kuranore që kanë të bëjnë me tregimin më të madh në historinë e njerëzimit, tregimin se si Allahu Azza wa Jall Isa alayhis salam e mori në qiell, e se si është qëndrimi i imanlive në këtë drejtim, e si u sprovuan ata të cilët nuk ju nënshtruan besimit në Allahun Azza wa Jall. Dhe ku është dallimi? Këtë tregim gjithë e dinë, por imanit e besojnë, ata të që kanë iman nuk e besojnë. Falënderoj Allahun që ke iman, se vallahi edhe na i shmikon ala ma beter. Kështu që Allah e iman ne ka mbjellë në zemrat tona e jemi nënshtruar çdo fjalës, çdo ajetit kuranor, çdo harfit që Allah e ka shpall në këtë libër të shenjtë. Se edhe na mos kishmi pas iman besim, vallahi ala ma beter e shmikon. E falënderimi i takon Rabbul Alaminit që na ka dhuru këtë iman, na ka begatu me këtë islam, që na kështu të e besojmë Allahun te bareke ve teala, siç na ka mësuar ky Zot i madh e ky pejgamber i dallum dhe i veçuar nga Allahu te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Zoti ju shpëlbeft.